nder i madh. E ti e din, unë jam njëri ndër ata në aty në parti që gjithmonë mundohem me qetësue, me thonë mobre mos fal, të lutem, mundohem me qenë se e shoh për tej. Unë kur i thom mobre ndalu se nuk jeti lider, veç lider politik, që edhe figurë historike. Pra, ju po e frenoni? Absolutisht. Unë jam ai person, në momentet caktuar më duket vetja mundona me frenu se unë mendoj që çështoj një mëj. Na është unë me qenë gabim. Po për mua, ai nuk është veç lider politik. Është figurë historike. Para me nëni mos t'i shkon gjallë. Mas pari problem liria t'i shorë për shkak se ju e dini shumë mirë në vetja asojone çfarë zone e vështirë ka qenë me bo luftën. Po mos t'i shkon gjallë, i shkon heroj. Jo vetëm pse jam i asajane, po e din gjithë ata që kanë njohuri për luftën. E din ma për kur thëm e asajane po menoj. E kam ndjeshmërinë më të madhe. Ndjeshmërinë, ju të buhaxhinit e keni ndjeshmërinë më të madhe për lavdin që është dem babadem, gjenerat mas gjenerate. Po ajo që po du me kthy është një figurë, një lider politik, e që është edhe figurë historike, do të me pas kujdes. Kjo është porosia jam për krejt që ta lider politik, që janë në parti, në komuna, kudo, nuk jeni o burra veç lider politik. Jeni edhe figura historike. Po nga njerë ndoshta edhe janë dëshien si figura historike për shkak se i bëjnë veprimet ashtu si të tjerët ndoshta mendojnë se duhet pasur rezerva. Dhe kjo është një dilemë nga njerë. është dilemë, edhe nuk po them që kam drejt, për shkak se unë kontributin në luftë e di prej televizorit, s'kam qenë luftë, ose prej rrëfimeve, prej leximit, po unë e di kontributin e Ramosh Haradinajt mas luftës. Më konë që aty afër, e di çka ka ndodhur, kur ka shku në Hagë, e di çka ka ndodhur, që është emini kur është shpall pavarësia, pra gjitha i di këto. Pra në këtë kuptim, me u kthy aleancës, aleanca është shumë e unifikuar kësaj rregulle. Është shumë e matun, është shumë e saktë në projektimin se çka don me bon qeveri. Ne garojmë për një rezultat dyshifror, ne garojmë me një listë që është shumë konkurruese, dhe ne garojmë do të thotë me qenë garantues. Kur e sheh aleancën, për shembull dikush që sot po më dëgjon, në vetë dikush pse me votu aleancën. Në dy arsye të mëdha. Kur të është aleanca në kuvend, ka garancione shumë të mëdha në një demokraci të balancit pushtetit, se na gjithë e balancojmë pushtetin, gjithë kemë qëndrimet tonat, për gjithçka na kemë qëndrim politik, edhe kur është aleanca që aty